لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Falënderimet I takon Allahu dhul Gjelal, krijuesit tonë të plotfuqishëm. Paqja, mëshira e Tij, salavatet dhe përshëndetjet tona qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen, shokët dhe barometrin e Tij. Të nderuar besimtarë. Allah subhanahu wa ta'ala krijoi gjithçka, krijoi edhe kohën. Po për të na lecuar neve, e ndon kohën në muaj, në javë dhe ditë, për të llogaritur ma lehtë, për të ditur ngjarjet ma lehtë, për të sistemu jetën ma lehtë. Me lejnë Allah dhe jemi tani në muaj Muharram. Muaj Muharram I cili është muaji I parë I vitit kalendarik, vitit hijri, me cilën muslimat të llogarisin kohën. Po vetëm jemi në javën e parë, ditën e parë të këtij muaji të Muharramit. Muaji Muharram është muaji prej 4 muajve të shenjtë. Janë 4 muaj të shenjtë në kalendarin hijrik ku ndalohet lufta, ndalohet xhanderja. Dhe Allah deshte që ta filloj vitin e ri kalendarik të muslimanëve, vitin hijrik, me muaj të shenjtë, muaj Muharram. Po ashtu edhe e ka përfunduar me një muaj të shenjtë, ishte muaji Dhul-Hijja, në cilën ishte edhe koha dita e Bajramit, festa e Kurban Bajramit, edhe ceremonia Haxhit. Edhe që është shumë interesant se edhe Dhul-Hijja si muaji I bekuar me cili përfundon viti kalendarik, edhe Ramazani me cili fillon viti I ri kalendarik, e kanë një ditë të madhe. Që kanë peshë jashtëzakonisht të madhe, pra në Dhul-Hijja e kemi ditën e Arafatit, që është dita e 9 e Dhul-Hijjes, është dita ku qëndrojnë haxhit në këtë fushën Arafatit, edhe është dita ku pejgamberi alayhis salam e përmbylli shpallën, Zoti e plotësoi shpallën e Tij dhe atu përfundimisht e kuptoi domosdoshmë pejgamberi alayhis salam në Haxhin e Mirës. Pra dita e Arafatit, dita e madhe, për vlerën e cilën edhe kemi folur më herë. Po ashtu edhe në muajin Muharram e kemi ditën e Ashurës, që është dita e 10 e këtij muaji, që është një ditë po ashtu e madhe. Edhe ka një peshë jashtëzakonisht, sikur se ka vetë muaji Muharram, po ashtu edhe dita e Ashurës e ka peshën e saj të specifike. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shpërngul prej Mekës dhe erdhi në Medinë, e pa jahudit duke agjëruar këtë ditë, duke madhëruar këtë ditë, duke e dalluar këtë ditë. Edhe I pyeti se pse agjëroni këtë ditë, pse madhëroni këtë ditë. Ata I thanë se ne këtë ditë e agjerojnë në shaj falënderimi ndaj Zotit që ka shpëtuar Musajin nga faraoni, duke përmbyt faraonin në detën që në cilën ishte duke I ndjekë. Ata pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe tha, ana haqqu minkum bi Musa. Unë kam drejt ma shumë se ju të Musa alayhis salam. Unë kam drejt ma shumë se ju. Që të kemi respekt edhe falënderim ndaj Zotit për Musa alayhis salam. Po ashtu, kjo ditë lidhet edhe me më larg se sa Musa alayhis salam. Të gjithë ne e dimë ngjarjen mirë të Musa me faraonin. Por kjo ditë e Ashurës lidhet edhe me ngjarjen edhe më herët, edhe me një pejgamber tjetër më herët, që lidhet me Nuhin alayhis salam. Thot pejgamberi alayhis salam, hadha yawmun istawat fihi as-safinatu 'ala al-judihi, fasamahu Nuh alayhis salam. Kjo dita e Ashurës është dita me të cilën anija e Nuhit alayhis salam është ndalë në kodrën xhudi, mas vërshimit që është bërë. Dhe kjo ditë prandaj edhe Nuhi alayhis salam ka agjëruar këtë ditë. Që ka një historik edhe më larg se Musa alayhis salam, kjo dita e Ashurës. Prandaj
Kjo ditë lidhet me Musa a.s., lidhet edhe me Nuhin a.s. Me shpëtimin e Musait, me shpëtimin e Nuhit a.s. nga popujt e tyre, po ashtu lidhet edhe me ngjarjen se Allah subhanahu wa taala dhe shkatërroi dy popuj. I përmbyti faraonin në ushtrinë e tij, në kohën e Musa, përmbyti popullin e Nuhit me përmbytjen e ujit që e dori. Lidhet po ashtu me këtë ditë. Mësimi tjetër që mund ta nxjerrim nga dita e Ashurës, sidomos në kartojë hadithe që përmendën, po edhe ajete tjera. Ne të kuptojmë se dita e Ashurës ne po na zhduk ato përkatësitë etnike, ato fanatizma, edhe ndarje grupore, jo është i këtij populli, jo është i atij populli. Kur tha pejgamberi alayhis salam se Musa, unë kam më shumë të drejtë në Musait se sa ju. Musa alayhis salam nuk ka qenë arab, nuk ka qenë i popullit arab. Por ka thonë pejgamberi selam ka më shumë hak edhe të drejta në Musa alayhis salam se sa ju. Prandaj edhe përmendet edhe në hadithin që thotë antum haqqu bi Musa minhum fasumu. I drejtojnë sahabëve dhe thotë, ju keni më shumë të drejtë në Musain se sa jahudit. Prandaj agjeroni ditën e Ashurës, në sheh falënderimin me Allah subhanahu wa taala. Nuk është pyetje tu është arab apo nuk është arab, është ai bardh, është i zi. Është pyetje islami burimi për cilën ka ardhur Musa edhe burimi për cilën ka ardhur Muhamedi alayhis salam. Pra është njëjti, është Allah subhanahu wa taala. I lidh imanin, devotshmëria, besimin e Zotit, kjo është lidhja kryesore dhe i rrezon krejt barriera të tjera, krejt ato dallime të tjera, qofshin etnike, grupore, kohore, çfarë krejt ato rrezon. Pra me këtë edhe mëson edhe vetë hadithi, po edhe ajetet e ndryshme sikur që kemi rastin te Ibrahimi alayhis salam. Edhe jahudit, edhe krishterët mundohen me përvetësu me po për vete, me thonë që veç ty në jenë këta pejgamber, për Ibrahimin, për Davudin, për ata, për çdo pejgamber të mundohen që tjetë veç ty në, jo për tjerë. E Allahu në thotë në Kur'an, inna awla an-nasi bi Ibrahim alladhina tabauhu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ata njerëz që kanë drejtë më shumti te Ibrahimi alayhis salam, ata që e kanë dëgjuar Ibrahimin, ata që kanë pasur rrugën e Ibrahimit, dhe ata që e besojnë Allah. Pra besimtarët janë ata që kanë pasur shumë të drejtë te Ibrahimi alayhis salam. E jo populli i atij. Pa ata që e pasur rrugën e tij, ata që e besojnë Zotin, ata janë që kanë të drejtë më shumë e Allah pastaj është kujdestari këtë besimtarëve. Po ashtu në ajetin tjetër, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan. Ibrahimi nuk ka qenë as jahudi e as krishter. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Mirë po ka qenë njeri i pastër, larg nga çdo besytnie. Larg çdo besytnie. Ka qenë musliman dhe nuk ka qenë idhujtar. Nuk ishte idhujtar, politeist, pagan. Pas ka qenë as jahudi, as krishter, por ka qenë thjesht musliman, rob i Zotit dhe i dërguar i Zotit një të kohë. Muaj Muharram si muaj është muaj i shenjtë, por është prej muajve që Zoti e do më shumë. Madje edhe është quajtur me emrin që ka quajtur edhe pejgamberi alayhis salam, hadithin të Musaiut në Muslimit, Shahrullah al-Muharram. Muaj i Zotit Muharram. Muaj i Zotit Muharram. Fjala Muharram në në kuptimin që sonë vërtet është i ndaluar. Domthonë ndalohet lufta në këtë muaj. Ndalohet gjithçka, çaktë e punë keq, domthonë edhe nëse jetë të lejuara në muaj tjetër, në muajin Huram, që quhet Ashhurul Huram, muaj të ndalesës, që edhe ata para Islamit i kanë respektuar ta muaj, nuk ka bërë luftë gjatë të muajve. Edhe në Islam po ashtu është ndaluar lufta në tokë me përjashtim në rastin kur sulmohet vendi, kur sulmohet domthonë edhe shtëpia e shajt çavja, po ka lejuar që të bëjnë luftë mbrojtje. Jo luftë, domthonë sulmin në asnjë moment. Prandaj Allah subhanahu wa taala shumë sene kanë i ka përshkruar do sene, ja ka përkushtuar apo ja ka përcaktuar vetës. I ka lënë ekskluzive vetëm për ta. Sikur që kemi për shembull edhe muaj në mas farza apo fjala. Flasën farzët janë farzët më dashur të Zotit se çdo sa tjetër. Po pas tyne
Thot edhe pejgamberi selam, afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullah al-muharram, wa afdalu salati ba'da al-farida salatul layl. Po disa vepra Zoti i ka përcaktuar për veti, i ka ndarë për veti ekskluzivisht për ta, që janë shumë të dashura tek ai, dhe për cilat Zoti pastaj edhe shpërblimin e bën të madh, dhe i dallon për tjerave, sikur përmend edhe pejgamberi këtë hadith se agjërimi më i lehshëm pas muajit Ramazan. Dihet që agjërimi i Ramazanit është i veçantë, është farz dhe është më i dashurit të Zotit. Agjërimi më i lehshëm pas muajit të Ramazanit është agjërimi i muajit të Zotit, muajit Muharram. Që dhe dietarët thonë se për ka vlera, më njëherë pas Ramazanit Muharram është muaji më i shenjtë, është muaji më i lehshëm. Dërsa pas namazit farz, namazi më i lehshëm, më i dashur të Zotit është namazi natës. Me njerë, mas farzë. Për jetë ekskluzive që Allah ka përmanë. E kur i përmanë Allahu të veçantë, njërë ekskluzive, atërë dhjetë që ka një peshë të madhe dhe një rëndësi të madhe të Zotit. Pra dhe muaj Muharram është për atyre muajve që Zotit i dë, është muaj i shenjtë edhe me cilat njeriu mundet më afro shumë. Pashtu me këtë muaj është edhe dita e Ashurës. Fjala Ashura, ata më thonë dhjetësh. Fjala për ditën e 10 të muajit Muharram. Ditën e të cilën shpëtoi Musa a.s. pe faraon, ditën e të cilën do të shpëtoi Nuhi dhe popullit të tij, por bëhet edhe kodra do të cilën u dala, është po ashtu dita e Ashurës. Pra e ka një dallim, e ka një ngjarje të veçantë për këtë. Prandaj edhe ne muslimanët jemi të thirrur nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, i cili e ka agjëruar këtë ditë, që edhe ne ta agjërojmë, ta respektojmë këtë ditë. Me shaj falënderimin ndaj Zotit për Musa alayhis salam, po edhe me shaj falënderimin ndaj Zotit për gjitha të mira që ne ka dhënë po na jep vazhdimisht edhe sot kësaj dite. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë ditë na thotë, bile na thret se ne ta agjërojmë këtë ditë, sepse dita e Ashurës nëse agjërohet të somo jo Ashura, ahtasibu ala Allah yukaffira sanata madhiya. Agjërimi i ditës së Ashurës llogares të Zotit se ai fshin gjunat e vitit paraprak. Në ditë me agjëru. Prandaj edhe vetë ka agjëruar në vite me radhë, mos sa ka agjëruar edhe ditën e Ashurës. Bile në hoxha të autobus ka thonë po të jem gjallë vitën e ardhshëm do të agjëroj edhe ditën e 9. Që mësoj dhe dietarët më thonë se nëse ne agjërojmë ditën e Ashurës duhet të dallojmë prej të tjerëve sikur që thuhet në hadithin që përmend sumu yawma qablahu aw yawma ba'dahu khalifu al-yahud. Agjëroni një ditë para ose mbrapa, shtoni ajo ditës së 10 edhe një ditë ose para ose mbrapa, në që të mos bëni njësoj si jahudit. Pra dallahuni prej jahudive. Dallahuni prej jahudive. Kështu që ne duke ndjek praktikën e pejgamberit alayhis salam, po ashtu edhe nxitjen e tij, si ka qenë shumë të ndeshur që këtë ditë agjëroj pejgamberi salam. A ka parasysh? Agjërone edhe këtë ditë. Madje na thonë në një rast që përmendën në hadith, me asma asajme falyutim sawmahu. Ai që ka filluar me agjërim këtë ditë ka plotson agjërimin deri në fund. Po nëse dikush ka harruar, që se ka ditë ka harruar, atë pjesë tjetër do mos harro. Pjesë tjetër do mos harro. Pa të agjerojnë, prakisht përgatitur më herë. O shumë interesant se këtë ditë e kanë agjeruar edhe në krishterët, e kanë agjeruar edhe jahudit sidomos. E kanë agjeruar edhe mushrikët me kasë, nga se këtu parime që kanë ekzistuar prit pejgamberëve më herë, kanë vazhduar edhe të Arab, edhe para Islamit. Pa edhe ato edhe këtë ditë e Ashurës është agjeruar të Arab. Dita e Ashurës është agjeruar edhe nga një pjesë ndërmuese e mushrikëve me kasë. Politeist pagan që kanë qenë. Pa edhe për nësa në nëzitje që të dallojë për tyne. Tja shtoj një ditë para ose një ditë brapa. Madje, Imam Ahmed ibn Hanbali thotë se nëse dikujt ai përzihet fillimi i muajit, që do që kanë po bot honare në dot më herë ose në dot më vonë, që po thon Bajrami po vjen një ditë më para apo brapa. Këtë bëhet me muaj vendor, pe honë se kur bëhet atë. Thotë nëse dikush dyshon se ka filluar as ka filluar, edhe nuk di saktë se a ka filluar muaji Muharram, në Muharram, me honën e re saktë apo është po më herë apo më vonë, agjëroj 33. Agjëroj Noshën dhe që në vesh
se pa qëlluhet dykun 90 ose 10 zbat. Për nuk o marrë i sigur që do mund neve në ndalohet me agjeruve të ditën e gjumbo vetëm. Qështu në do mund nuk preferohet me agjeruve të dita e ashurës në këtë ditë të mund që është dita e 10 në muajit Muharram. Pastaj praktika e pejgamberit alayhis salam është nxitja e tij, kujdesi i tij që këtë ditë agjerojnë, për gabrera që po mjafton neve sa ditë fati se ne vetë po të fshihen gjunahet me në ditë agjerimi për Allah subhanahu wa taala. Edhe në çështje tjetër që duhet ta fokusoj për mbyllje të kësaj hutbe është edhe një gjë që po i veshët ditës së Ashurës. Keni pas ose do të dalë për media, ata në për çdo punë, ndoshta më lexu se ditën e Ashurës njerëzit, disa njerëz, nuk përpërhanë kush, dihet një kush, organizojnë ditën e mërzisë edhe ditën e pikëllimit, vajtimit, vërtitjes e kështu me radhë, në rastin e vdekjes së Husejnit, nipit pejgamberit alayhis salatu wassalam në domën e Kerbela të ditën e Ashurës. Ju muslimanëve në botës, gjatë tërë historisë përzitet për rastin e nipit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mi po ne dim shumë se Husejni është dëshmor, është shahid, edhe ka gradat e larta të Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, rastja e tij në ditën e Ashurës është koincidencë, është rastësi, nuk është e qëllishme edhe tash ta marrim ta bëjmë ditë zije, ditë vajtimi, ditë domthon pikëllimi dhe mërzije, sepse kjo s'ka bazë xheriatike kurrë. Ata që e bojnë gjë të tillë janë ignorant të llojit të vet, janë ignorant që nuk kanë kurrë bazë të shëndosh. Husejnin e trajtuar si nipti pejgamberit alayhis salam, vrasja e tij ka qenë pa drejt, mirë po ka ndodhur që ka ndodhur, ajo ditë nuk bjerë si ditë mërzie. Dhe dim edhe besoj shumë se ai është shahid i ngritur lart pozitat të Zotit xhelal. Por jo të mirë si ditë mërzie apo ditë pikëllimi, sepse largohen nga realiteti edhe historik dhe nga realiteti i vërtetë domosdoshmë i natyrës së Islamit. Prandaj lutem Allahun e Madhreshëm që edhe këtë muaj të mërkuar dhe muaj të shenjtë të Muharremit, ta mundësoj Allahu që të bëjmë sa më shumë vepra të mira, gjithë të lojeve, dhe të valorisë ato në peshojnë e vepra të mira ditën e gjykimit, pa ashtu do të përfitojmë edhe nga dita e Ashurës, e agjerimin, e ibadetin që e bëjmë me të, dhe me këtë afrohemi të gjithë pejgamberët e Allahut. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه هو الغفور